Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani fokusoni energjitë tuaj në këtë video që po shikoni tani në këtë moment. Personi juaj, mendoni këtë person që keni në zemër. Personi që po mendoni në këtë moment do të bëj një lëvizje, pra do të bëj një lëvizje drejt jush shumë shpejt, do të vi drejt jush shumë shpejt këtë person, dhe këtë do të artikuloj me anë të letrave, të shenjave dhe të gërmave. Po, do të bëj një lëvizje të papritur, të befasishme, me këto mesazhe lumturie në qiell të pastër. Ky person vjen drejt jush. Kjo kupe argjend, ky pëllum i paqes, sjell këtë lajm të papritur, këtë transformim që do të bëhet në jetën tuaj. Ky është një person shumë pozitiv, është një person që ju ndihmon shumë pozitiv, që ju ndihmon, është një person shumë i sinqert, që ka një lidhje shumë të fortë shpirtërore me ju, dhe do të vijë shumë shpejt drejt jush. Dhe Treshi i Kupave më tregon që mbasi ky vjen tek ju me këto mesazhe lumturie në qiell të pastër, ju do të festoni me këtë person, do të bëni një festë të madhe, do të gëzoni, do të lumturoheni gjithë së bashku, me personin tuaj të zemrës dhe me persona të tjerë të rëndësishëm të jetës tuaj. Pra, ky person bën një hap shumë të madh drejt jush, duke ardhur tek ju në befasi dhe në mënyrë të papritur, që ju do të habiteni ku do vi personi i zemrës tuaj drejt jush. Do t'ju bëj një surprizë. Me kë rezonon? Me kë gërmë? Me gërmën Z, me gërmën L, me gërmën S, me gërmën E, me gërmën Y, me gërmën I, N, P, U, Z, M, F, J, G dhe H. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Digjereshën, me Luanin, me Binjakët, me Brisjatin, Denin, me Dashin, me Peshqit dhe me Peshoren. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një zemër dhe një thank you poshtë videos, për të sjellë video sa më të bukur.